Koha jon debat nga Nikol Lesi. Mirë mbrëma, përshëndetje të gjithëve. Sonte jemi në emisionin tonë të dytë Koha jon debat. Kemi një temë shumë të vështirë. Kemi të ftuar një personazh të njohur publik i cili flet pa filtra, është i ashpër me gjitha pushtetet, do ta them emrin në fund, po do flasim për disa tema. A kemi drejtësi apo spektakël drejtësie? A kemi politika apo thjesht luftë për pushtet? A janë marrëveshje Berisha dhe Rama apo janë armiq të betuar? Dhe së fundi, a ka shanse që Partia Demokratike të kthehet në pushtet me Berishën? Për këto dhe shumë të tjera që i kam shkruar me kujdes, kam të ftuar edhe një herë si thash një personazh jashtëzakonisht të njohur, është një mik i kahershëm dhe i përhershëm i gazetës Koha Jon, njeri që ka vujtur edhe në kohën e sistemit komunist për mendimet e tija, ka qenë kundër sistemit, ka vujtur burg, edhe në kohën e pluralizmit ka qenë përherë kritik ndaj dy pushteteve, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Kur për herë ka bërë polemika, debate të mëdha në media, në parlament, dhe ky është miku im Spartak Ngjela. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Avokat, i kam shkruar me shumë kujdes disa pyetje, sepse me ju thashë një herë përveç se jemi miq, po ju jeni një personazh i jashtëzakonshëm në publik, ke një emër të madh, dhe po filloj direkt. Është Shqipëria një demokraci funksionale apo është një sistem i kapur politikisht? Nuk mund të thuhet i kapur politikisht sepse është me zgjedhje dhe Partia Socialiste ka shumicën. Kjo është e vërteta. Unë e di një ajo i kam njoftuar me kohë që mua më garantuar dhe më thanë 70%. Kurse këta janë 9-40%. PD-ja është 9-40%. Pra, ju thoni avokat se nuk ka asnjë shpresë për Partinë Demokratike që të vijë në pushtet ndonjë ditë? Me këtë leadership? Me këtë kryetar që ka ajo. Po ka një zgjidhje për demokratët, avokat, se ju jeni njëri zgjidhjen që keni punuar në PD, duhet të gjejnë kryetar të ri. Ka marrë fund. Joni të themi herë. Nuk ka mundësi të vijë si kryeministër njëri që është non grata në Amerikë. Këtu mbyllet diskutimi. Po ai thotë jam mision nga Zoti, thotë avokat. Avokat kështu ku jemi këtu në estradë. Po kështu thotë Berisha, ai prapë do kandidojë në prill, si do të ardhmë në PD-s? Ai e ka, do flasim për politik tani apo do flasim për magji. Dëgjoni me mendje. Ai e ka marrë Partinë Demokratike, ka të vetën. Parti familjare, thosh. Nuk ka familjar, për ka të tinë personale. Tani që kur është formuar, jo tani. Çfarë ka në këto momente është në dekadencë. Partia i ka poshtë shumë ato përqindjet, a i sikën. Kush e ka në interes? Partia Socialiste. Pra bie pa dashje mos ka marrëveshje të fshehtë me Ramës dhe Berishës? Jo. Ka marrëveshje të fshehtë, çfarë marrëveshje të fshehtë? Si marrëveshje të këtëria i gjithmonë në opozitë? Ja. Ai mban partinë. Ajo është partia e dytë. Konkurrente për të ardhur në pushtet. Po shumë prapa me pikë për të ardhur në pushtet. Kjo është e vërteta. Jashtë kësaj të vërteta nuk mund të diskutojmë dot. Këto janë sondazhet. Këto janë dhe rezultatet e zgjedhjeve të fundit. Po Rama është i sigurt, nuk diskutohet. Ndruan kryetar. Vun një kryetar elokuent, kam thënë edhe një herë tjetër për media. Vun një kryetar elokuent që vjen nga Perëndimi, që ka marrë 10 mira me Washingtonin dhe me Brukselin, fitojnë zgjedhjet për 4 muaj. Një fjalë është Berisha që mban Ramën. Kjo është... Po nuk e mban Berisha Ramën, Berisha mban veten e tij, por Rama e ka në interes. Po indirekt mban kryeministin apo? Po smeret ai indirekt, ai e ka të gjithë luftën me pasionin e pushtetit të tij. Ai e mban për pushtetin e tij, po vërtet e mban për pushtetin e tij, po sjell këtë gjë. Jo se ka marrëdhënie me Ramën. Po partitë e reja, avokat, këto që janë krijuar, që morën disa vota në zgjedhjet e fundit, që Alin Qorri, Agron Shejaj, Adretik Lapaj, ka ndonjë shpresë apo? Kur shkon ti këtë bën analizat e gjakut, thonë ata gjurmë albuminash. Ska gjë, ku kanë qëndorë dhe, shiko të themi gjë. E kemi thënë ja 2 herë, pa thënë dhe prapë. Politika moderne është bipolare. 2 parti ka në gjithë Perëndimin.
një e majt, një djathtë, të mëdhatë. Gjithë të tjerat lodhen kot. Kanë interesat e tyre private, e futen për interesat e tyre, por nuk luftojnë për pushtet. Pushtet janë dy parti. Po më e forta sot janë këta të majtët. Pra ju i përmbaj idesë avokat që gjitha partit që janë të reja të bashkohen një front opozitar me PD-n, apo si gjet një zgjidhje, se duhet një zgjidhje për këtë vend? Nuk e pranon PD-ja ata. Sa pranon PD-ja atëherë sistemi ngelet bipolar, pa ama ngelet me dy persona avokat. Atëherë dëgjoj me vëmendje. PD-ja po nuk ndroi kryetari, nuk vjen dot në pushtet. Po nuk e ndron, kjo është punë e saj letëri. atëherë Rama i takon të jetë mbret edhe 4 vite të tjera pas 2029, se kështu i bie, me logjik. Po del me votare që mbret. Ti jemi realist, do me flasim realizëm, nuk unë jam profesionist. Del me vota. Pse del me vota? Se partia demokratike është non grata në Amerikë. Mori fund loja që. është non grata edhe në Amerikë edhe në BE. A më kuptuat? Të kuptoj avokat, por nuk po kuptoj tjetrën për arsye se ky vend ka ngelur peng 35 vite i Berishës dhe 20 e kusur vitesh i Edi Ramës. A nuk ka një lloj mënyrë zgjidhje tjetër? Do të zgjidhë populli. Si? Po populli O zotëri, në gjithë perëndimin, në dy parti janë tani. Pse do lodhen i kot? U provuan këtu, provo një parti, nuk më dëgjuan mua. Politika moderne, që kur doli në Angli e këtej, është bipolare, me dy parti. Dy pole, ka marrë funda. Avokat, po ju bini pak në kontradikt në që se më leon. Ju keni edhe vetë, keni pasur një parti politike që... Gabim. Sfiton dhe dot. Hika unë të raqja. Njeriu e fiton atë eksperiencën hapasapi, por flasim këtë, që është e vërtet. Janë dy pole dhe nuk bëhet do të poli tret në Shqipëri. U provua në një lloj mënyrash, pse? Dy pole janë në Angli, dy pole janë në gjithë Europën perëndimore. Dy pole janë në Amerikë, mori fundë edhe ne ashtu jemi. Kjo është fryma aktuale e politikës moderne. Pra ju jeni pesimist avokat për këtë aspektin e partive të reja që kanë dalë këto vite fundit? Nuk jam pesimist, po sfiton gjë. Vetëm konglomerat do thoni. Sa për të krijuar një ide që marrin 2-3 deputet. Luftojnë për figurën e tyre që të njihen në opinion, po jo se fitojnë në gjë. Avokat, një pyetje që zihen në opinion është për drejtësinë. Ne kemi një institucion që quhet SPAK-u tashmë, që ka prekur shumë figura të larta të politikës dhe të qeverisë së këtyre viteve. Ish presidenti Meta është në burg, ish kryetari i bashkisë, Eren Velia është në burg, një numër i madh kryebashkiakësh, ministrash, ish ministrash. A mendoni që ka një pyetje që sillet rreth kazanet mediatik që themi, a është një spektakël i dirigjuar kjo, apo është drejtësi e vërtet? Do të thënë goditje politike? Është goditje e dirigjuar, nuk është komedi. E dirigjuar nga kush? Por e ka deklaruar presidenti amerikan që SPAK-un e drejtojmë ne. Ata e paguajnë, ju lutem, le të flasim. Ata e paguajnë, ekspertët i shikojnë atje i keni, dhe e kanë ngritur si institucion që të garantojnë demokracinë në Shqipëri. Dhe nuk kanë bërë pak. Ju mendoni se kryeministri s'ka asnjë lloj gishti në SPAK, domethënë ndonjë influencë, ndikimi? I vetmi gisht në qoftë se ka futur është që do ta kapin nga gishti, do ta plasin atje në SPAK. Me hamenësim apo thoni nga faktet e këtyre ditëve që kanë dalë shumë? Ka një gjë. Kryeministrin që të jemi duhet flasim juridikisht. Kryeministrin e mban pozicioni i tij. Si e ka pozicionin? Nuk mund të arrestohet dot nga askush, SPAK-u nuk e drejton njeri, ta thash kush e drejton, por ai ka majorancën në parlament. Se heqën imunitetin. Majorancën kishte edhe zëvendës kryeministrja Balluku. Po ja hoqën Rama. Do flasim, e kishte, s'është Rama Balluku. Pse? Është e njëjta gjë? Jo, nuk është e njëjta gjë, po. Ne po flasim, unë po flas tani se çka ndodh në botë. Shumë vështirë që kryetarit partisë që ka majorancën në parlament të kesh mundësi të heqësh imunitetin. Jo këtu, por në gjithë perëndimin.
u vërsulën e u bënë, si a hoqën do të Berlusconit, e mba mënd? Po. Për ajo, e mora këtë si shëmu që e një Shqipëria, po ka kudo. Ju thoni avokat që sa është kryeministër nuk hetohet Edi Rama, po pasi të iki nga kryeministër mund të hetohet? Mund të filloj e timi marë, zotri, por nuk i bëjnë do të gjë. Ka imunitet, ka që nuk kuptojmë do të ka imunitet, nuk e arreston do të. Dakor, të bëj një pyetje. Gjithë to skandale që janë tashmë publike në qeveri, në bashki, pra në mazhorancë, a ka një përgjegjësi politike kryeministri? Nuk ka penale, por politike do të ketë. Përgjegjësinë penale e ka Spaku. Përgjegjësinë politike e ka opinioni publik kur jep votat. Më në fund. Por mos harroni se dy parti janë gjithë botën demokratike. S'ke që bënë. Në këtë psikologji hymë dhe ne. E thash pak më parë, po e përsëris dy parti janë kudo. Dy parti u bënë dhe këtu. E majta dhe e djata. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Lufta bëhet për të hyrë të këto parti. T'ju marrësh kryetarin. Aria do të kuarion? Jo. A në regullë? Përdeja jo, asë pëse jo, kështu që këto dy parti ngelen prapë me dy lidrët, Rama dhe Berisha. Edhe të pak në një dekadë si që parashikojon. Edhe 10 vite tjera. Më falë në presë, bëj një pyetje. Sa parti janë Angli? 2. Po. Sa parti janë Itali? 2. Sa parti janë... Kryesore, se ka kështu... Që do ato më, pa dhe këtu ka të tjera, në flasim për ato që luftojnë për pushtet. 2 janë, s'ka. Bipolare, ta thash. Bi, latinisht, do të thot 2. Avokat, ishim të Spaku. 2 pole. Ishim të Spaku. Kryetari i bashkisë, që është kryebashkiak në detyrë, ndërkohë që akoma është në qeli. Si e shpjegon në pikpamjen juridike dhe politike dyja bashkë, a duhet të lirohet kryetari i bashkisë që ka një mandat popullor që të drejtojë bashkinë dhe të hetohet i lirë, të shkojnë në gjykatë, nëse gjykata pastaj vendos. Kush është ky që është arrestuar? Erion Velia. Po. Është në burg. Dërsa gjykata e kushtetuesi i ka dhënë të drejtën që është kryebashkiak në detyrë. Po në detyrë nuk është në burg. Si e mendon, si e gjykon? A ka konflikt? Konflikt juridik, se ti do zgjidhen gjykatë kushtetuese. Po gjykata kushtetuese ka dhënë avokat që kryebashkiak e shkarkoi qeveria, e shkarkoi prefektin që ishin këto institucione dhe tha, rrëzoi atë dekretin e presidentit, rrëzoi vendimin VKM-n e kryeministit Rama dhe gjykata kushtetuese tha se kryebashkiak është Erion Velia. Ndërkohë Erion Velia dhe avokatët e tij, siç kemi ndjekur në media, insistojnë që ne do të jemi në detyrë dhe të hetohemi në gjendje të lirë. Pra, a gabon Spaku apo gabon gjykata kushtetuese? Spaku nuk është gjykatë. Po përgjithsisht dale more një minutë. Çfarë ka thënë avokat? Spaku ka vendosur gjykata. Edhe një herë, të lutem. Lem se kam atje historinë. Do lem ta flas. Çfarë ka vendosur gjykata kushtetuese? Këtë më jep. Kryebashkiak në detyrë është Erion Velia. Duhet kthehet. Duhet dalë nga burgu. Sa është në burg? Po natyrisht. Edhe të hetohet gjendje të lirë. Po një pyetje tjetër avokat. Se ju jeni me drejt për drejt nga gjithë ato që njohën politikën e këtij vendi, opinionistë e gjithë tjerët, jeni me pa filtra fare, domethënë i pamëshirshëm për të drejtën. Dhe këtë e kam bindje avokat, nëse më lejon shikuesit tanë të nderuar që ne kemi edhe një herë në mes të emisionit do them që ne kemi mbi 1,1 milion shikues në mbar botën në kanalet webit, Koajon, në YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Kështu që ky emision ndiqet në këto kanale. Por me lejoni të them kam një detyrim, çdo njeri ka një sens mirënjohje dhe duhet ta them që për avokat ngjelen jashtë kontekstit të emisionit, që është avokati i cili na ka ndihmuar si gazetë në betejat më të mëdha që ka bërë kjo gazetë. Në kohën e pushtetit Berishës, 1997, kur u arrestuan gazetarët, u doqën redaksia, arrestime pafund, ishte avokat ngjela që në gjend pranë, gjend në gjitha gjyqjet e famshme për avokat me pushtetin. Por pastaj edhe më vonë, Koajon prapë qëndroi oponente kritike me raport me pushtetit, kur ishte pushteti i socialistëve, që ishte Fatos Nana kryeministe. Edhe aty
Prap avokat Ngjela ka qenë pranë apo jo avokat, apo keni harruar pranë gazetës Koha Jonë? Po më kam thënë gjithmonë, po ka një gjë që duhet ta theksojmë. Gazeta Koha Jonë rrëzoi absolutizmin e Sali Berishës. Ju e rrëzohet. Edhe ai u bë si një politikan i zakonshëm. Mund të humbi, mund të fitoj. Por Se ishte monark kur e rrëzohet ju. Rregull. përballje vështirë që avokat. Përballje vështirë. Po, keni qenë në rrezik, por ai nuk mori sulme fizike. Ju dogje një redaksi, më duket? Fizike kërciste Dajaku avokat aty, gazetare, shikue, policia. E di që u dogje një redaksia. Dogje redaksin, arrestoi kryedaktore dhe kryedaktore, më tepër s'kish që bënte. Po e di unë, atyre e vajta unë avokat. Po, edhe në Lezhën, Shkodrën, në Tiranë, gjitha gjyqet. Se kaluam një temë tjetër, por edhe njerë më duhet ta theksoj që këtë mirënjohje që ka Gazeta Koha Jonë ndaj avokat Ngjeles. Avokat, vazhdojmë me pika tjera. Pas një viti, dhe kemi zgjedhjet vendore, zgjedhjet lokale si quhen. Dhe gjithë loja, gjithë betejë, sipas meje dhe gjithë kështu thonë, është Tirana. Nga PS-ja ka dalë zyrtarisht Ogerta Manastërliu. Ka dalë në mënyrë pak private Erion Braqe, nuk e di nëse e ke ndjekur. Kam ndjekur, po. Nga PD-ja flitet mjeku i njohur Ilir Ali Mehmeti. Nga partitë e vogla që kisha ti në intervistë, unë deri aty klapin para ca kohë këtu në intervistë në studio, tha nëse nuk, pra pala e partive të vogla, nuk vendosin prap Florian Binën, aktorin, PD-ja ne do ndalin me kandidat vetëm. Alin Qori tha do dal vetëm. Pra është bërë një konglomerat i madh emrash, si e sheh në sfond Tiranën. Unë nuk i ndalë ides time, nuk i shmangem ides time që politika është bipolare. Dypolare. Prap insiston që kush është kryetari i Partisë Demokratike, më thuaj. Saliu. Doktori i madh. Nuk fiton dot. Partia Demokratike nuk fiton dot. E ka në... Edhe nëse vendos një figurë emblematike, popullore. Ta thash pak më parë, nuk e di, thash të tyre, kam thënë në emisione, qofse ata i vendos, nëse PD-ja ndron kryetarin, dhe kryetari ta bëj me vullnet këtë, se e ka një interes, qofse e kupton, 4 muaj vjen pushtet. Partia Demokratike 4 muaj vjen pushtet, por kryetari duhet jetë i pranueshëm nga Washingtoni. Kryetari i ri. Jo non grata në Amerikë. Kryetari i ri duhet jetë i pranueshëm nga Washingtoni. PD-ja ka qenë, Partia Demokratike ka qenë partia e parë në Shqipëri që pati përkrahje amerikane. Jo e dini? Edhe James Baker në 91. Po në rregull, më dhe sollën në pushtet. Është faji politikës tyre që u katandisën në këtë gjendje, ose që ranë në këtë gjendje. Çfarë duhet bëjnë? Duhet ta kuptoj Saliu që e ka në favor nxjerrjen e një kryetari që njihet në Perëndim, që e pranon Washingtoni, që e pranon Brukseli, dhe të fitoj zgjedhjet në Shqipëri. Ndryshe nuk rrëzohet Partia Socialiste, sepse është, dëgjojeni me vëmendje, është i vetmi aleat i Perëndimit sot në Shqipëri, politikisht është Partia Socialiste. Duhet ishte Partia Demokratike, po kryetari i saj non grata në Amerikë nuk vazhdon biseda. Avokat, kishim bisedën të zgjedhjet në Tiranë, si ju kaluat të zgjedhjet parlamentare, zgjedhjet politike. Si e mendoni betejën në Tiranë? Kjo ishte pyetja. Për kryeBashkiakun e ri. Nuk ka betejë. Si s'ka betejë? Janë sondazhet ulët. PS-ja është. Edhe nëse Partia Demokratike dhe koalicioni opozitar vendos një figurë... Ta shikojnë figurën, pastaj do flasim. Deri në këto momente është 9-40%. Partia Demokratike? Po. Avokat. Ky është fakti. Të bëj një pyetje që ndofta nuk ishte shkruar, që jam përgatitur mirë në intervistën me ju, në debatin me ju. Nëse ju do ishit kryeministri i Shqipërisë, çfarë gjërash do bëje? Është fyese që tani unë të flas me fantazi. Edhe për opinionin publik, edhe për mua.
çfarë do bënja, si do bënja, janë idetë tua. Idetë tua nuk mund të bëhen dot publike, se janë politik. Tani lind pyetja, çfarë po bëjnë këta? Dhe si duhet ta kishin bërë më mirë? Ja, prapë të këtë mund ta pyetje. themi. Prapë. Këta mund ta themi. Po këta i ka ngrirë vetë kënaqësia. Ta thua për dy polë. Pësën, lërë ma tjetën s'kan. Pësën e ka ngrirë në politikë vetë siguria. Marifon? Që do thotë? Zbjerë nga pushteti kur ata, s'ka kushtirëzoj. Nuk kanë kundërshtar. Në qoftë sa Partia Demokratike nxjerr një kundërshtar, një kryetar, në fal. Ashtu se që thash pak më parë, i pari që mund të shtrohet në spital për tension të lartë dhe vetë Rama. Po, e bëjnë do të ta, jo. Kush e ndihmon Ramën? Saliu. Pra vjen prapë të... Po nuk e ka ndihmë direktore. Po derisa fakti avokat që e mban pushtet... Nuk e mban Rama ata, Rama në qoftë se e ndihmon underground. Nuk ka lidhje me të tani. Do të jemi realist në politikë. Ai e ka marrë Partinë Demokratike sot dhe e ka pronë që kur e ka marrë, të lutem. Pse sot e ka marrë Partinë Demokratike, se ka lëshuar asnjëherë. Avokat, ju ishte dhe në PD një kohë dhe bërë debat të madh. Po diunë, a e mba mend që kam thënë. Po ego pra tani çes gjatë atë muhabet. Nuk të riket ai. Ka shumë arsye që të riket dhe s'kemi se të hyjmë atyre. Ka shumë arsye personale që nuk të riket dhe është brenda politikës. As manipulon vota, as bën. Ka partinë e ka të tin si forcë nga personaliteti i tij prej 1992-shit. Ka marrë fund ajo çfarë? Avokat, një pyetje direkte. Kush është politikani më i rrezikshëm në Shqipëri, sipas jush? Çdo të rrezikshëm. Më i rrezikshëm. Çdo të rrezikshëm. Më i rrezikshëm për demokracinë, për vendin, për gjitha. Më i rrezikshëm në funksion të interesit kombëtar. Po pra të kombëtar. Janë 2-3. Një më thuaj, vetëm një. Pse do hyjmë në emra tani? Po drejt tash po sill se të PD-ja drejt tash, nuk Po në rregull, kryesorët janë ata, PD-s. Shiko të themi që një nga arsyet kryesore që PD-ja nuk vjen në pushtet, pse të bijem në përsëritje. Kryetarin e ka non grata në Amerikë. Mori fund nuk vjen dhe në pushtet. Pse e zgjasim këtë muhabet? Ky është mendimi im dhe nuk më ha mendje që s'është dhe mendimi yt. Jo, avokat, nëse më pyet mua për mendimin tim, jenë në grata në superfuqinë unike të botës, e cila të ka dhënë një shtet. Prit. Dhe të mbron. Je pa ushtritje, e ditëve. Ku e ke mbrojtjen? Kemi vlerë sa e mba mend, po dale më një minutë, edhe mos më bë mua humor. E mba mend si e kishte ushtria me Roxha. Pse? Se e dinte që ishte në rrezik. Se mos e bënte për pushtetin e tij, e dinte ishte në rrezik. E i di numrin e atyre bunkerëve që bëri. E di pse i bëri. Sepse gjithë ekspertiza dhe ato e kishte provuar nuk vinin dot nga deti. Mund vinin vetëm me pushtim nga ajri. A i bëri në gjdo kodër i kepar, nuk ishin për luftë toksore, vetëm kundër desantit ajror. E disa thanë ata, këtë hyrin në Shqipëri do të vriteshin 4 milion njerëz. E thanë ata, merë shko se kënë dokument. Po natyrisht tëre se ata janë të pambrojtur lartë. Duan që të zbresin poshtë. Edhe ky duket kishte edhe ekspertizë, se nuk e bëri nga mendja. Edhe i vuri, po të shikosh bunkerët, se ka akoma, janë në përmaja kodra që ruajnë fushat. Pa në kodra gjithë. Avokat, këthemi prapë në terrenin e sotëm politikë. Flitet lartë e poshtë që janë disa oligarkë që ndikojnë mbi politikën e vendit, mbi qeverisin e vendit. Keni dhe ju këtë përshtypje apo këtë informacion? Se ju jeni me i drejt për drejt. Nuk mund të ketë oligark këtu, e vetëmja që ndërhyn dhe duhet të ndërhy, nuk e di se sa ndërhyn, është politika amerikane.
Ka dhënë një shtet. Pse UÇK-ja ishte në luftë, po se merë do të kur. Çfarë krijoi UÇK-ja? I dha arsye politike në perëndimit, Washingtonit, që të ndërhynte dhe ndërhyrje marrë Kosovën. Po të mos kjo UÇK-ja nuk ndërhyn dot atë, nuk kishin dot fakt juridik, arsye normale, morale dhe juridike. Pse? Se ishte UÇK-ja. Po UÇK-n, e dini kush e ka krijuar? Nosroku e krijoi. Kalove te Edi Rama tash. Të bëjmë humor, po Rama nga unë ka dëgjuar. Se Rama nga ju e ka marrë Po Nosroku? nga unë ka marrë nga këta. Nga pjesa e veriut. Nga Mirdita, çfarë? Gjithë jetën time. Nuk është nga Mirdita kjo Nosroku, po. Po andej nga veriu. Edi Rama Nosrokun e ka marrë nga ju. Nga unë e ka marrë më i E ka kopjuar, ka vjedhur. Po nuk ka, po s'është as se kam vjedhur, ato e ka Mirdita në gojë. Fjalë Edi Rama Nosrokun e ka. Mirë e ka. E hoqa unë, sa e mori e nuk të roqa unë. Avokat, ishim pak përpara në Kosovë. Ati Kosova është një krizë, akoma s'kanë zgjidhur presidentin e ri. A mendon që është përgjegjësia e Albin Kurtit gjithë kjo rrëmuj, kjo lloj krize që nuk gjejnë dot kryetar shteti, disa herë zgjedhjet para kohës. Si e theti për Albin, pa aftësi? Albin Kurti, është pa aftësi apo Jo, është egoizëm. që ti marrë gjitha pushtetet apo si? Egoitizëm për pushtetin personal. Mund të jetë edhe dyshim që ka nga tjerët. Ke parasysh një gjë se politika është në dyshimet e saj është sëmundje. I duken gjithë armiq. Ai që ka pushtet absolut. I duken gjithë armiq. E kishëm ne këtu. Enverin. Një fjalë mendonte se ishte dorëzoi ai. Janë përsëmurë psikik, dale, një minutë. Krahasimi është pak i rëndë, avokat, nëse krahason Albin Kurtin me Enverin, apo? Nuk unë e mora si sëmundje. Tani, do vim të Albin Kurti, sa e ka sëmundjen? E Enverit. Do më thënë të pushtetit personal. është pushtetit personal. Për mua maksimale ka. Për mua. Po e ka Sepse maksimal. ka pas mënyra disa herë që i vendin zgjedhje, parlamenti nuk funksionoi avokat, tani prapë po shkojnë rrezik në E di zgjedhje. origjinën e Albin Kurti si ka dalë? Lëvizje? Enverista. Pjo tani. Hapur. Po kjo rrezikon shumë Kosovën. Po nuk e rrezikon ma Kosova është enverista që do tallesh me mua ti? Ja, Enveris. Nuk e kanë goditur. Tani, po unë i ndjek tani se. Dhe ka një farë të drejtë se ju dha pavarësinë që ato edhe ai e ka krijuar UÇK-n. Me paratë këte e vajja, UÇK-n e ka krijuar ajo regjimi komunist. Di ata që është e njohur. Është historike. Jo, avokat, jo. Avokat, është vonë UÇK, ja. Po unë kundërshtari kryesor i atyre do thënë ju hap në një meritë, por nuk mund dal nga e vërteta. UÇK-n e ata me armë, gjithë ai shikoj se me Kalashnikov janë. Atëherë, Me Kalashnikov janë. ta bëj pyetjen e fundit. I ke parë një keni minutë. shpresë- Një minutë, i ke parë që janë me kalash. Këtë i marë. A mendon se do gjetet zgjidhje pa shkuar në zgjidhjet para Dhe kohës? këtë kish parasysh një gjë, unë i kam parë këtu, kur bënin stërvitje, krejër të UÇK-s dhe UÇK-ja, bënin stërvitjen të shkolla e Ministrisë Brendshme. Atje u përgatitën ata qarë. Se kujtoni, i përgatitën këta, i bënë 98-99. bërë oficer, pa, atje i shikoj unë. Edhe unë djeva krenari, thash, këta do bëjnë luftë atje. Regu. Avokat, e fundit pyetje. Pa të vënuar sepse emisioni është 40-60 minuta. Çfarë mendimi ke për Edi Ramën përfundimisht? Në që kuptim? Në kuptimin si drejtues, si kryeminist. Si kryeminist. Nuk kam në një përshtypje të mirë. Që do thotë? Në funksion të aftësisë, flasin. Po fakti është që është mandati i 4 avokat kryeministër. Nuk është mandati i tij, është mandati i Partisë Socialiste, pa ta provoj të tani vetëm. Po Partia Socialiste në farë mënyrë është Edi Rama nëse e themi. Ikëm në Ka zëra në Partinë Socialiste shkuam në Katundat e Tiranës apo të bëjmë? Jo, avokat. Lutem ndonjëherë. Guxon njëri në Partinë Socialiste kundër Edi Ramën? Asnjëri. Nuk ka rëndësi më, po pse guxon njëri të godasi Saliun? Jo, Janë njëjtë metodë. unik, po kështu është psikologjia jonë këtu, me pushtet unikal në përparti.
Kjo është një çështje që e kemi ne si sëmundje, si pengesë të cilën duhet bëjmë një emision të arsyetojmë normalisht edhe me psikolog. Nuk flitet ashtu bigarjak. Problemi qëndron që Partinë Socialiste e votojnë shqiptarët. Shqiptarët nuk e dinë që kryetari është një i quajtur si ky yni, e dinë. Çfarë mund të flasim ne? Unë them që nuk është profesionist për shtetin. Pse? Nuk një as ligjin, edhe as tregun. Sepse nuk ka mundësi nuk ka mundësi ta njohë, sepse nuk vjen nga shkencat e shtetit. Mirë, ka staf kryeministri, ka ministra, ka qytetar. Po ato tani ato i kthuaja popullit, lutem, ne po flasim për individin. Stafi natyrisht që e ka, si diskutohet. Por është në gjendje ta kuptoj stafin? Profesionalisht? Ja erdhi mori këtu, zotri, se je dhe matematicien. Fizikant. Në profesion. Era një të gjë. Erdhi këtu të një individ 4 fizikantë të 10 botës. Ai është gjimnazist, drejton shtetin. Ka mundësi të komunikoj me ta për fizikën? Ja. Ka marrë funda. Ja ta dashin shembull konkret nga arsyeja jote. Edhe këtu jemi në të njëjtin situatë. Po ky ku e ka marrë, se ky vjen nga piktura? Po ky ku e ka marrë këtë gjë? Po ky vajti gjatë, se ka qenë kryetar bashkie, ka vajt gjatë dhe ka eksperiencë, nuk e ka teori. Domethënë, nuk e ka teorinë të kthyer në eksperiencë. E ka eksperiencën të kthyer në zanat. Avokat. A më dëgjove? Avokat, jo tutje. Me dëgjove mua se unë jam aktor i vjetër, jo sa ju, po njoh shumë. Unë e di shumë mirë, mbaj mend, se ju bashkë me Azem Hajdarin dhe Edi Ramën keni ardhur te koha jonë disa herë në ndim. Pra të tre keni qenë bashkë. Azem Hajdari, Edi Rama dhe Spartak Gjeda. Që ka ndryshuar kjo? Po ndryshon, jo pse vetëm tani ka ndryshuar, në gjithë botën ndryshon. Unë të mbajmë mend mirë që vini të redaksia gazetës Edi Gjat, ju dhe Azem Hajdari, apo jo? Çrënd si ka, ajo është një e vërtet, po është e vërtet dhe kjo tjetra, që politika është evolucion. Nuk është ngrirë. Pik. Dakor. Është evolucion. Qef medje s'ka. Qef medje profesionale nuk ka, me Edi Ramën, ju? Do një... Ja, nuk kam, zotri, ta kam thënja 2 hera, pa ta them për tretën, ka prishur marrëveshjen me mua. Edi Rama? Kush prish marrëveshjen me mua? E ka prishur edhe Sali Berisha? Po ç'më duhet, po me Sali unë të gjë. S'ka marrëdhënie me mua. Kush prish marrëveshjen me mua, kontratën me mua? Unë kam vajtë edhe të njëri dhe të tjetri me marrëveshjet e ta. As njëri e tjetri se pranoj edhe unë të tanë punë time, por ama njëri për shkon drejt burgut. Kush? Sali ju. Është në proces penal. Ore, kur jenë proces penal, do të thot drejt, po mund marrë dhe pafajsin. Është në proces penal. Po ka dhe moshtë madhe 82 vjeç se fut njëri brenda Berishën. Nuk arreston kur është, të ta shpjegoj juridikisht, se që ka ligji shqiptar në gjithë botën, 80 vjeçari nuk vjet në arrest kur është në akuzë, kur dënohet ikën në burg. Flasim për dënimin, jo për arrestin. Ata prandaj nxorën jashtë. Mbaruan pyetët dhe nxorën, nuk e mbajtën. Pse? Se kishte moshën. Por ajo mosh nuk shpëton dënimit. Si ke parë në një ke 90 vjeçarë për burgjen perëndim. Si këndo? Pse ti mendon avokat se në fund procesi do dali i fajshëm Berisha? Ma aq sa ke dëgjuar edhe fakte që se ju e njihni mirë nga brenda. Nuk kam dëgjuar, po ata po e zvarisin. Fakte që e zvarisin diçka ka. Ose duan ti, unë flas tani nga eksperienca i jashtë këtij fakti, ose duan ti ngjisin dhe një akuzë tjetër që ja kanë ngjitur, sa i ka 2 akuza tani, ka dhe këtë të revoltës. A më kupton? Të 21 janarit, të vrasjeve. Ka dhe ata. Ke shpresë që qeshi do zbardhë avokatë, po? Është qeshi që... Ajo është zbardhur, po pse se marrin këta? Se marrin pandeur, thë.
Çështja është e zbardhur. Se kemi jetuar ne. E ka jetuar Zeusi. Pa, është e zbardhur. Bile, ata e kanë njëri nga këta me Kalashnikov në dorë. Zeusi i thua Amerikës. Për rregull, pra. Kanë njëri nga këta me Kalashnikov në dorë. Pse? Se këta nuk e dinin. Që të tërë ato, të gjithë këto që survejojnë këtu, depozitohet në Kaliforni. Dosja është gati, thoni ju atëherë. Jo, da ishte në proces penal, që dosja e gati, ishte në proces, është bërë dosja ti, po do dënohet, apo nuk e di, unë nuk mund t'i uroj dënimi, se jam avokat, nuk jam prokuror. Avokat, ishte kënaqësi kjo bisedë me ju. Të nderuar shikues, ju falenderoj për dëgjimin, shikimin. Shihemi në emisionin tjetër. Koha jon debat nga Nikol Lesi.